Piluri përsolli dje një ditë të mbushur me nostalgji, me krenari, me kujtime, me nderime dhe sidomos me ndjenjën e lartë të trashëgimisë së një pasurie që lanë artistët e grupit të Pilurit. Veprimtaria organizuar nga Qendra Muzeu i Fjalës Lefter Çipa u çel me hapjen e një ekspozite fotografike, Këngët e Adheut Tim, të sjellë nga arkive e Agjencisë Telegrafike Shqiptare. Një aktivitet që iniciohet për të qenë i përvitshëm në çdo 25 korrik, si dita e grupit të Pilurit. Është një iniciativë dhe organizim i cili do të marrë vlerën e një feste tradicionale, në motiv të së cilës do të mbeten vlerat e grupit të famshëm, këngët kryevepra të polifonisë shqiptare dhe krijimtaria 60 vjeçare e grupit të Pilurit, të cilën e themeloi dhe udhëhoqi artistikisht poeti Lefter Çipa, deri i kombit. Ishte një ditë e pasur me emocione dhe momente të veçanta ku prefektja e qarkut të Vlorës, Evisa Lushi, vlerësoi organizime të tilla të rëndësishme për trashëgimin aq autentike për kulturën shqiptare dhe këngën labe në përgjithësi. Është një nder dhe kënaqësi e këtu me sy sot të festojmë së bashku 60 vjetorin e grupit të Pilurit. Piluri është një fshat që është i bekuar, ka një natyrë të bekuar, por është i bekuar për njerëzit që ka. Janë pikërisht njerëzit e këtij fshati, të cilët kanë mundur të mbartin, të krijojnë këtë grup dhe jehona e të cilit është përtej territorit të fshatit të Pilurit. Sot ne jemi këtu për të festuar këtë 60 vjetor, për të nderuar themeluesit e këtij grupi, të madhin Lefter Çipa, drejtuesit ndër vite, ata të cilët kanë kontribuar në dhënien e këtij emri të madh të grupit të Pilurit dhe patjetër unë dëshiroj, kam besimin dhe dëshirën e madhe që të rinjt të marrin stafetën e krijuar ndër vite dhe ta përcjellin këtë traditë të krijuar të grupit të Pilurit. Bashkia Imare ishte mbështetëse ndaj kësaj veprimtarie, ndërsa aktiviteti përfshiu intervista dhe kujtime me protagonistët e famshëm të këngës piluriote. Në aktivitet u nderuan dhe vlerësuan për kontributin e tyre të shquar artistët e kësaj trupe, të cilët gjenden në botën e amshimt, duke u konsideruar si të pamunguarit e munguar. Në mbyllje të veprimtarisë, përshëndetje dhe pjesëtari i grupit të Pilurit, aktualisht drejtuesi i ansamblit Bejk e Bardh Pilur, poeti Kristo Çipa, njëherësh drejtori i festivalit Netët e Bejkës së Bardh. Është emocion i veçantë thjesht të Pilur, dhe akoma më tepër kur të jepet mundësia që kryetari i bashkisë të japi si pari për përshëndetur një aktivitet i kalibrit. Në këtë 60 vjetor të grupit të Pilurit, ne po startojmë një traditë e cila realisht do të lidhi atë që ka qenë me atë që është, që do të na japë neve si komunitet dhe juve aq më tepër si organizator, një barë që këtë gjëra ta transmetojmë në përjetësi, brezave që vinë. Kënga piluriote, realisht nuk është thjesht art dhe muzikë. Për ne që jetojmë këtu dhe dëgjojmë çdo cep. Realisht është një biografi e trevave tona. Po të shikoni çdo tekst dhe në çdo iso, ka një mëshirim të plot të etapave të zhvillimit të shoqërisë tonë. Aty do të shikojmë ndjenjën e mërkimit, vuajtjen dhe sakrificat që ne kemi kaluar. Është një ditë historike, aq kujtim dashurve, aq të dashura, se ringjallti njerë Pilurin. Kishte dhe të tjerë këngëtarë, po ishte një grup i frymëzuar dhe i dashur nga gjithë fshati dhe nga gjithë Shqipëria. Kemi dhënë kontribute me kongresën dhe gjitha. Kam marrë thjesht në çdo vend, si mundshës dhe si kërcëntar. Dhe jam shumë falënderuar për këtë ditë historike, sa të jem, dohem me atë guxim, por u lë dhe një ndjeni të mirë, të rria, të raja, të vazhdojnë. Pas veprimtarisë, pjesëtarët e grupit të Pilurit evokuan përmes interpretimit të tyre repertorin e pasur të këngëve të famshme piluriote.